Edi Rama ka paralajmëruar një valë të re protestash për largimin e qeverisë Berisha me zgjedhjet parakoshme. Një ditë pasi kryetari i grupit parlamentar demokrati dha përgjigje ofertës së re siç e quan Partia Socialiste, drafti me kërkesa drejtuar mazhorancës, Rama tha se kjo e fundit nuk ka patur as vullnetin për të lexuar draftin e hartuar nga Selia Roz. Kjo është arsye që sipas kryes socialistit, opozita do të kërkojë zgjedhjet parakoshme. Bindja jonë është që qeveria nuk e ka lexuar ofertën, sepse përgjigja e dhënë është një përgjigje e njohur, një përgjigje e vjetër. Bëj apel që oferta jonë e re të lexohet dhe të pranohet. Ne do të ngrihemi në një valë të re protestash për ta larguar këtë qeveri, duke kërkuar zgjedhje të reja të parakoshme. Si e vetmja mënyrë për t'i dhënë një përgjigje të gjitha problemeve që sot jo vetëm nuk zgjidhen, po bëhen për ditë e më të rënda. Kryesocialisti fajsoi qeverinë për rritjen e kriminalitetit dhe korrupsionin, të cilat sipas tij po bën shkak që Bashkimi Evropian t'i thotë jo marrjes së statusit të Shqipërisë si vend kandidat i Bashkimit Evropian.